Veprimi që i kushtoi afër gjysmë milioni euro Karimit dhe Loredanës. Ylli i Borussia Dortmundit dhe i kombëtarës gjermane Karim Adeyemi është vënë në qendër të një polemike të madhe ligjore. Autoritetet e kanë goditur futbollistën me një gjobë gjikande prej 450.000 eurosh. Arsyeja, atij dhe partnerës së tij, reperës shqiptare Loredana Zefi, ju gjetën armë të ndaluara. Sipas të përditshmes Bild, ngjarja ka ndodhur rreth një vit më parë kur policia zbuloi 2 objekte të klasifikuara si armë të ndaluara në pronësinë e çiftit, duke nisur menjëherë procedurat penale. Edhe pse Adeyemi u shpëtoi dënimit me burg apo shënimit penal, gjykata vendosi masën e rënd financiare. Gjoba prej 450.000 eurosh do të shlyhet në 60 këste mujore, që i bie nga 7.500 euro çdo muaj. Por justifikimi i çiftit është edhe më i çuditshëm. Përmes menaxherit të tij, Adeyemi pretendoi se armët nuk ishin blerë qëllimisht, por kishin ardhur si pjesë e një mystery box, kuti misterioze të porositur përmes TikTokut. Ky pretendim, megjithatë, nuk e hoqi përgjegjësinë ligjore. Ndërkohë, klubi i Borussia Dortmund ka reaguar zyrtarisht duke theksuar se merr shumë seriozisht çështjen dhe se pritet një hetim i brendshëm. Mediat gjermane e kanë cilësuar incidentin si një goditje serioze për imazhin e futbollistit, ndonse dënimi potencial për të në klub pritet të mos jetë serioz.